Pastaj thot, zemra thot prishet. E bie shembullin e zemrës si një ndërtesë. Thot, kjo ndërtesa prishet apo shkatrohet me dy gjëra. E para është el emën. Njeriu kur është i sigurt, mendon se e ka të garantuar xhenetin edhe rrin rahat. Nuk i ka frikë Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë është në një gjendje sikur të ketë ndonjë vërtetim se është pi xhenet live. Kjo thotë e prish zemrën, e shkatron. Sepse kuron njeri në atë gjendje, i duket vetja perfekt, apo? Nuk mendon se duhet përmirësoj diçka. Dhe në këtë rast, kjo shkakton që ai mos t'i shtoj veprat e mira. Dhe që mos të friksohet prej veprave të këqija, apo prej gabimeve eventuale. Sepse është i siguruar, mendon se e ka të siguruar në xhenetin. Dhe kjo nuk është cilësi e besimtarëve të devotshëm. Besimtarët e devotshëm kanë frikë, nuk janë të sigurt se do të hyjnë në xhenet, po gjithmonë janë mes frikës dhe shpresës. Nuk janë të siguruar, ndërsa munafikat e kundërta nuk veprojnë veprat mira dhe përveç kësaj mendon se e ka të siguruar xhenetin. Kjo pra sigurimi i vetvetes dhe mospasja e frikës është gjëja e parë që e shkatron zemrën. E shkatron këtë ndërtesë të zemrës. Gjëja e dytë thot është gafleti, shkujdesi. Çka do të thonë njëherë gafil? Gafleti është mosbërja e dhikrit, për shembull. Nuk e përmend Allahun subhanahu wa taala. Kjo është në gaflet, nuk i kujtohet Allahu. Gaflet është mosbërja e ibadeteve nafile. Kjo është gafleti pak më i lehtë. A gafleti komplet më i rëndi është që lënja edhe e obligimeve dhe farzeve. Kjo është gaflet. Këto dy gjëra thotë e shkatrojnë zemrën prej temel, e prishin komplet. Dhe dy gjëra tjera thotë e ndërtojnë. E para është frika prej Allahut subhanahu wa taala. Të kesh frikë nga Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse frika të shtyn që të bësh obligimet në mënyrën sa më të mirë. Frika të shtyn që të largohesh prej harameve sa më shumë. Frika të shtyn që të shtojsh veprat e mira nafile, vullnetare sa më shumë. Andaj edhe kjo e ndërton, do të thonë, shtëpinë apo pallatin e zemrës. Dhe e dyta është dhikri, përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Në një vend tjetër Ibn Kaimi e shembullon dhikrin, e shembullon me një pallat, i cili është i rrethekuar. Dhe thot, dhikri është sikurse rojet e atij pallatit, që nuk e lën armikun të depërtojë. Më thonë, dhikri për shejtanin është sikurse rojet e pallatit dhe murnat mbrojtës, që nuk e lën armikun të depërtojë tek pallati, edhe dhikri nuk e lën shejtanin që të depërtojë te zemra. Nëse njeriu e lën dhikrin, sidomos dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes, atëherë pallati i tij s'ka roje, zemra e tij bëhet, do të thonë, fragjile, apo e ekspozuar ndaj sulmeve të shejtanit. E nëse nuk ka mburoj, atëherë dihet se armiku do ta dëmtojë. Çdo ditë nga pak derisa më në fund, do të thonë, Allahu na ruajt, ndoshta edhe ta largoj komplet prej fesë. Pastaj thot, përveç kësaj, e shokil Allahi wa liqaihi, përveç kësaj thot edhe përmallimi për Allahun subhanahu wa taala dhe takimin me të. Gjitha këto janë ibadete të zemrës, vëllezër. Gjitha këto janë ibadete të zemrës, përmallimi për Allahun subhanahu wa taala dhe për takimin me të. Që të mendosh, do me thonë, për xhenetin dhe të përmallohesh për atje. Kjo shkakton që të ngjallet zemra. Sa më shumë që e ke parasysh mbikëqyrjen e Allahut, sa i të sheh në çdo moment. Sa më shumë që ja përkujton vetvetes se do ta takosh Allahun subhanahu wa taala, se vdekja është afër. Dhe ja përkujton vetvetes shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë që kjo ekziston, do me thonë, zemrën dhe në mendjen tënde, kjo më shumë shkakton që zemra të pastrohet.
Dhe thot kjo e freskon zemrën. Është sikurse një ajër, një fllat i cili e freskon zemrën, duke ja larguar pluhrin e gafletit.